لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع سنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Allahun subhanahu wa ta'ala falenderojmë, salavatet dhe selamet pejgamberit ton Muhamedit alayhis salam ja dërgojmë. Elusim Allahun xhelleshanu të na mëson të dobishme, të na sjell dobi nga ajo që e mësojmë dhe elusim Allahun xhelleshanu që të na shton ilmin, të na shton diturinë. Elusim Allahun xhelleshanu që ibadetet tona, agjërimin ton të na i pranon subhanahu wa ta'ala, ta bën që tek ai të shkone i plot dhe pa mangësi. Dhe elusim Allahun xhelleshanu që të na fal atij ku kemi mangësi, lëshime dhe haresa. Po ashtu elusim atë subhanahu wa ta'ala që të na mundson që ky Ramazan mos jetë Ramazani jon i fundit, por të jetojmë dhe të përjetojmë edhe shumë Ramazane tjera me radhë. Për arsye se muaji është ashtu në të cilin hapen dyert e xhenetit, mbillen ata të xhenemit, shumë fishohen veprat dhe shpëtohen njerëzit, besimtarët, musliman, shpëtohen njëherë për gjithmonë në secilën natë të Ramazanit nga zjarri i xhenemit. Vëllezër të dashur, për sot e kam zgjedh një temë e cila ka të bënë me disa ajete, të cilat ajete janë prej surës An-Naml. E vet e kam titulluar këtë dersin e sodit, ligjëratën e shkurt para Yasis, mësoni nga hudhudi. Fjala mësoni do thoshtë vjen mënyrën urdhërore, mësoni nga hudhudi. Hudhudi, vëllezër, atë e ka përmend Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an, është një pupëz, një pëllum i vogël, i veçantë, që nuk ka pas toka njëherë, apo historia njerëzore, një pupëz, apo thuj një pëllum i vogël, sikurse që ka qenë hudhudi. Ki ka qenë një pjestar, apo një krijesë e Allahu xhelleshanu, një shpesë, për ka qenë nga më të nevojshmet e Sulejmanit alayhis salam. Prandaj Allahu xhelleshanu e përmendi këtë hudhudin, këtë llojin e kësaj shpesës në Kur'an, dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në hadithe ka ndaluar që një lloj shpese sikur hudhudi, edhe një plumë tjetër i cili quhet as-sard, po ashtu edhe milingojat, por edhe bleta që të vriten. Këto ka ndalu Muhamedi alayhi salatu wassalam. Nëse flasim për hudhudin, është një ushtar i Sulejmanit alayhi salam. Allahu xhelleshanu thot: "Wa tafaqqada at-tayra fa qala ma li la ara al-hudhuda am kana min al-ghaibin." Sulejmani alayhi salam, shiqoni vëllezër, imagjinoni çfarë ushtrie ka pas. Mira, qindra mi ushtar prej njerëzve. Prasaj ka pas prej gjinëve. Me njëherë i reshtoj ato dhe me njëherë e hetoj që hudhudi pupëza nuk është ati. Thot Allahu: "Wa tafaqqadat at-tayra fa qala ma li la ara al-hudhuda am kana min al-ghaibin." Përse nuk është hudhudin, nuk e shohun këtu, ose mos është prej atyre që mungon. Pastaj Sulejmani alayhis salam u nervozua dhe më tepër, tha: "La u'adhibannahu 'adhaban shadidan aw la athbahannahu aw la ya'tiyanni bi sultanin mubin." U nervozu Sulejmani alayhis salam se ai nuk ishte prezent. Kom tha me e dënu një dënim shumë të madh, ose do ta theri, ose le të më arsietohet me një arsie shumë të madhe, ku mungon. Çka i duheshte? Se thash hudhudi ka qenë vëllezër një pupës, një pëllum i veçantë. Ai e ka pa mbrendinën e tokës prej larti dhe e ka ditë se ku ka ujë. I ka thonë Sulejmanit që atje gjendet ujë, por uji është thellë 50 metre. Si me nxjerr, Sulejmani urdhron të gjinët 50 metre duhet me grupu dhe me dal ujë. Kështu thot hudhudi. Edhe bashkë në atë moment i duheshte ujë. Hudhudi i cili e lajmëron nuk është. Tha atëherë kom me dënu një dënim shumë të madh. Dënim shumë të madh në tefsir është kom me janë nxjerr pendat një nga një, edhe me elon diell atje. Pa penda, çka do të bën? Do të dënohet. Nuk mundet me fluturu, me shku me gjetë dë një vend, që ashtu do ta dënoj. Ose fundi që hek kokën dhe e theri. ose le të më arsjetohet një arsjetim shumë të madh. Pastaj Allahu xhaleshanu thot:
فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. Pas një kohë të shkurt, me njerë erdhë Hudhudi, e morë vesh se Sulejmani është nervos, edhe me njerë edhe ki deshi t'i sjell diçka të madhe, edhe në mënyrë që edhe unë jam nervos se ti duhet njerë të më pritish ku ishe, pse ti të më dënojsh mu. Tha unë e thot kam arrit me pas dituri dhe me zbulu ato që ti nuk e ke zbulu hala. Unë të viti prej Seba është, do më thonë, në Jemen, vjen prej kabiles Himjer, dhe Seba është ai i pari, do më thonë, i popullit të Jemenit që ka qenë gjishi i tire Seba, ka qenë, do më thonë, ai prej besimtarve. Tha Hudhudi, ahattu bima lam tuhit bihi, wa ji'tuka min saba'in bi naba'in yaqin. Unë tha edhe ti pse je mreti i botës, sundon lindjen dhe perëndimin, unë po të sjelli një lajm dhe kam zbulu diçka që ti nuk e ke zbulu më herët. Unë po vi prej popullit të Sebes me lajm shumë të vërtet. Pastaj Hudhudi, kur e tha këtë fjalë, gjithë u habitën. Edhe Sulejmani a.s. u koncentru. Dhe tha Hudhudi, inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in wa laha 'arshun 'azim. Unë tha qeta i popullit çka e pash, mbreti i tyre ish një grua. Ajo i posedonte të gjitha gjërat. Të gjitha gjërat. Mbretresh me plot kuptimin e fjalës mbretresh, ushtri e madhe, civilizim, infrastruktur, ndërtesa të mëdha, pastërti, lumej, çdo gjë në rregull. Wa utiyat min kulli shay'in, plus kësaj, wa laha 'arshun 'azim, dhe ai froni në të cilën ajo ulet shumë i madh. E ka përmend Allahu Azim, madhështor, diçka e madhe. Nuk ka thonë arsh kebir, një fron i madh, Azim, wa laha 'arshun 'azim. Me thonë që qoni çështjet e dinjajës të gjithë ai populli i ka pas. A u habit Hudhudi me këto, ati interesoj edhe diçka tjetër. Që pastaj çka thot, kjo vëllezër është shumë interesant. Wajadtuha wa qawmaha yasjuduna lish-shamsi min dunillah wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum fasaddahum 'ani as-sabili fahum la yahtadun. Tonnat mira të kishin, ama ato adhuronin dikon tjetër pos Allahut. Ato i binin sejdë diellit, edhe jo Allahut subhanahu wa ta'ala. Të gjitha i posedonin, por ato nuk e besojshin Allahun subhanahu wa ta'ala. Yasjuduna lish-shamsi min dunillah wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum, dhe shejtani ju zbukuroi atë ibadet. Çka doni ju më tepër? Ai keni tonat mirat, keni me hang, me pit, gjitha, askush si ju nuk është. E pse adhuroni ju diellin? Punë e madhe, nuk ka diçka ajo më rëndësi. Wa zbukuroi shejtani adhurimin e tyre, fasaddahum 'anis sabil. Dhe kështu në këtë mënyrë gjoja sikurse u ndaloi ato apo i ndali ato nga rruga që qenë tek Allahu xhelleshanu, fahum la yahtadun, dhe ato nuk donë më të udhëzohen. Pastaj Hudhudi kur e tha kët, alla yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khab'a fi s-samawati wal ard wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun. Nuk i bien sejdë Allahut i cili ato e cila është e fshehur në qiell, Allahu e shpalon, qoftë në qiell edhe në tokë. Edhe Allahu e din ato që e fshehin dhe ato që e shfaqin. La, siç e mbaroj, këto janë gjithë vëllezër fjalët e Hudhudit, që asaj pupëzës. La ilahe illa Allah, Rabbul Arshil Azim. Si e filloi për Bilkisën, ajo e ka fronin e madh. Dhe ajo e posedonte një fron të madh. E posedonte se para saj ka qenë dikuj tjetër, se kjo ka qenë mbretresh pas babait të saj, kjo pastaj ka qenë mbretresh Bilkisa. Edhe Hudhudi tha, walaha arshun adhim, dhe ajo e posedon një arsh të madh. Kur erdhi tek Allahu tha, Rabbul Arshil Adhim, Allahu është Zoti i arshit më të madh. Me këto vëllezër, pse e zgjodha këtë temë? Është shumë interesant se kohëve të fundit muslimanët habiten kur i shohin bukurit, stolit, kur i shohin thuj ndërtesat, kur i shohin rregullin, kur shohin ndërtesat e jo besimtarët, thonë me të vërtet ku kanë arrit këto dhe ku jemi ne. A i la Hudhudit për shtypje jeta e popullit të Sebeit, a i la ti për shtypje ndërtesat e tire, pastërtia, ajo ku kanë arrit ato modernizimi, civilizimi, as pak hiq. Wajadtuha wa qawmaha yasjuduna lish-shamsi min dunillah. Ato të gjitha, shiqoni vëllezër, pasuria, vëndaj një zero, bukuria, një zero, përparimi, një zero,
modernizimi, të gjitha gjojat, zhvillimi, zero, industria, zero. Nëse nuk ka në adhurim të Allahun xheleshanu, ti vetëm i shton prej mirësive të kësaj botës, vetëm se e shton ka një zero. Nëse nuk vin njësh i para këto, asnjëna prej këtyre nuk ka vlerë. Asnjëna prej këtyre nuk ka vlerë. Prandaj Hudhudi, një pupës për cilën nuk ka dhe me thonë xhenet, nuk do të hinë dhe me thonë kafshët në xhenet, me gjithë ato ai xhelozoi. Tha alla yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khab'a fi as-samawati wal ard wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun. Ata nuk i bien sejdë Allahut, i cili e shfaqen qoftë në lartësinë e madhe në qiell diçka e vogël, Allahu e nxjerrën në shesh. Edhe qoftë në thellësirën e tokës, Allahu e shpalon dhe e din. Dhe e din ato çka e fshehin dhe ato që e shfaqin. Si e përfundoi fjalimin, la ilahe illa Allahu Rabbul Arshil Adhim, nuk ka të merituar tjetër me merit, nuk ka të adhuruar tjetër me merit përveç Allahut, dhe vetëm ai është Zoti i Arshit më të madh, thronit më të madh, Allahu subhanahu wa taala. Prandaj Allahu xheleshanuhu na i tërheq vërejtjen edhe në Kur'an dhe thot: "Wala 'abdun mu'minun khairun min mushrikin walau a'jabakum." Edhe një rob musliman është më i mirë se një mushrik, sa i cili i përshkruan shok dhe ortak Allahu xheleshanu. Prandaj vëllezër, nuk duhet dhe me thonë ne të mashtrohena, edhe faktikisht me gjujt gurë ndaj vendeve tona, që ai vendi jot, shteti jot, atë dheu jot, i cili është i mbushur plot me xhamia, aty ku gjomon fjala Allahu Ekber, la ilaha illallah, është më i mirë, ai ka më shumë vlerë, ai është më i shenjtë se çdo vend tjetër në botë, pa marrë parasysh ku ka arri, aty ku nuk e adhurojnë Allahun subhanahu wa taala. Muhalla jote, lagja jote, ku ndoshta i shem beturinat i kanë gjujt njerëzit në për rrugë, nuk bën një gjë e tillë, nuk i takon muslimanit, por megjithatë, në atë vend ku ka një xhami, ku musliman shkojnë, e adhurojnë Allahun subhanahu wa taala, falin namazin, e agjerojnë muajin e Ramazanit, falin namaz nate, japin zeqat, ai vend është 100 herë më i mirë se ai vendi që në botë, pa marrë parasysh, nuk ka nevojë me marrë shembull, që aty mashallah çdo gjë është në rregull, çdo gjë ka arrit, shohin me nëpërmjet kamerave, e kompjutera, e gjëra tjera, zhvillim, përparim, por më në fund i përshkruajnë Allahu xheleshanu shok dhe ortak. Një gjë e tillë fare nuk ka. Një gjë e tillë fare nuk ka vlerë. Prandaj Allahu subhanahu wa taala çka tha: "Wal 'abdun mu'minun khairun min mushrikin walau a'jabakum." Pse? Allahu thot: "Ulaika yad'una ila an-nar, wallahu yad'u ila al-janna." Të gjithë ky lloj modernizimi, e gjithë kjo strategji që e shihni në përvendet pa marrë parasysh ka jon perëndimore, të cilët përpiqen me e largu njeriun nga adhurimi Allahut subhanahu wa taala, ku thrasin ato? Tash përpiqen vëllezër, mos mendojmë ne se sot është faktikisht lufta çka bëhet është vetëm kundra muslimanëve, jo. Pa marrë parasysh edhe gabimet, adhurimet tjera që i kanë njerëzit të gabuara, përpiqet strategjia apo tash rendi i ri botror me i largu nga çdo lloj adhurimi, që mos me adhuru askon. Duhet me na adhuru neve, duhet me pas nevojë për ne. Ne u akrim shërbimet e juja dhe për ato përpiqen që njeriu mos me ketë nevojë për njeriu. A nuk e shihni se si vit pas viti përpiqen me i largu njerëzit nga njëri tjetrin? Ne thona ka erdhë kjo çështje, jo, kjo çështje është studiu, për këtë çështje këto kanë nit pa gjumë, jo sot, po kanë nit edhe para 50 edhe para 70 viteve, që me e bo njeriu mos me qenin varet ai prej njeriu, domethënë mos me kërkuaj ndihmë prej dikuj, po thot ne jena për çdo gjë, ne jena. Prandaj domethënë kadale, nuk do të kesh mundësi edhe me pagu edhe me pare, domethënë çka ki nevojë me qaros dikont diçka apo me i dhon diçka, na që këto, domethënë jo. Ne jena, jon bankat, jon gjëra tjera, nuk ka nevojë, ju s'mundet ju me ja shtall dorën njeriu. Ne jena për çdo gjë. Faktikisht don ta konsiderojnë veten e tyre se gjoja se ato janë, domethënë të domosdoshëm dhe sikush me ju drejtu atyre. Allahu xheleshanu thot: "Ulaike yad'una ila an-nar." Të lloj njerëzish të thrasin për në zjarin e xhehenemit. Wallahu yad'u ila al-jannati wal maghfirati bi idhni. E Allahu thret në xhennetin e tij dhe në faljen e tij me lejen e tij subhanahu wa taala, wa yubayyinu ayatihi lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Thot Allahu dhe kështu në këtë mënyrë Allahu xheleshanuhu wasqaron vargjet, ajetet e Kuranit njerëzve, wasqaron që ato të jenë të vëmendshëm dhe të mendojnë për një gjë të tillë. Vëllezër, me të vërtet
është me mësu prej kësaj pupuzës, prej këtij hudhudit, i cili i ka thonë të fjalë të mëdha. Prandaj është gabim kur musliman apo e shet dikush pa marrë parasysh dikon, rastësisht shkon te shtëpia e tij dhe habitet. E thot, interesant ati, hishe me ment, dilshe pa ment, çfarë pasuri kishin ato, edhe thot, si e ka arrit, këtë si e ka bo, kur e sheh ma në fund ai, as adhuron Allahun xhelleshanuhu, pin alkohol, as agjiron, ndoshta është me emër musliman. A ja vlen një gjë e tillë me i kushtu asaj rëndësi? Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na mëson neve një mësim shumë të madh dhe thot në hadithin që e ka nxjerrë Imam Muslimi nga Ebu Huraira, inna Allahe la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa ila a'malikum. Dinja se Allahu xhelleshanuhu nuk i shikon fotografit, pasqyrën, ftyrën e juaj si e keni dhe as trupin tuaj ja e keni të mirë, atë bukur, atë zhvillut, por Allahu subhanahu wa taala i shikon zemrat dhe i shikon veprat e juaja. Prandaj vëllezër, besimtari duhet i lonet për shtypje dhe zemra e tij të jetë e lidhur me atë vendin aty ku adhurojnë Allahun subhanahu wa taala. A nuk është me të vërtet për me thonë Allahu Ekber walillahi alhamd, kur i shikojmë tash në për këtyre mjeteve të sociale, si Facebook e TikTok, atje për shembull në Mitrovic xhamia mashallah e mbushur, njerëzit falen edhe jashtë, në Prishtinë ashtu, në Shkup ashtu, në Tiranë ashtu, në Preshev ashtu. Kjo duhet fe bidhalike falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Allahu thot me këto besimtarët le të gëzohen, me këto besimtarët le të krenohen, se kjo është më e mirë se çdo lloj pasurie, kjo është më e mirë se çdo lloj arritje dhe kjo është më e mirë se çdo lloj përparimi. Adhurimin Allahun subhanahu wa taala neve duhet na lënë për shtypje, ai vendi atje ku i shet që ka musliman, jo musliman me emër, po i shet me veprat e atyre, duke adhuruar Allahun subhanahu wa taala, i shet motrat muslimane, duke ndjek urdhrin e Allahut, duke i nënshtruar urdhrit e Allahut ashtu të qartë dhe saktë me mbulesën islame, ashtu në atë mënyrë siç ka urdhëruar Allahu, ka porosit dhe ka mësu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ne vëllezër duhet krenona me fjalën la ilaha illa Allah. 6 miliard e tepër të botës nuk e posedojnë këto. Neve na ka zgjedh Allahu subhanahu wa taala, neve na ka qeros Allahu me mishdën më të madhe. A ka më mirë se ta njohish krijuesin ton Allahun subhanahu wa taala? Imagjino vëllezër, unë do të bie një shembull tjetër, sikur dëgjoni prej nesh, mos e njihte babën e atij si do të jetonte. Babën. A edhe pse është besimtar, i falën 5 kote namazit, e din që ai nuk hu pas gjë. Ja ka premtuar Allah i xhenetin, po si do të jetojshim ne nëse dikush prej neve nuk e njeh babën e tij, cilën e ka babë? Jo gjoja se nona ti ka bo amoralitet, jo, po nuk e njeh ai domethën babën e tij. Nuk e njeh babën e tij. Nuk ka as fotografi, ja kanë treguar atij që po ai ka qenë baba jit, por prej atij nuk kemi asnjë fotografi. Çka do thonë tek i? Bare ta disha pak si e ka pas ftyrën baba jam. Imagjino nëse nuk e din edhe nona kush është. Po shkon bre edhe kjo, kalon dinjoja, ditën e gjykimit para Allahut haron. Ama mos me njoh Allahun krijuesin ton. Prandaj Allahu xheleshanu na ka shpërbli, na ka qeros me mishdën më të madhe që ne ta adhurojmë Allahun subhanahu wa taala për këtë mirësi që na ka bë dhe asnjëherë mos gëzohemi ke gjojat e dalaletit, mos i gëzohemi kufrit, shirkut, përparimit ku kanë arrit tjerët të cilët e kanë humbur krijuesin e tyre Allahun xheleshanu. E përfundoj me një fjalë siç ka thonë një mendimtar i madh islam, ka thonë çka kanë gjetur ato të cilët e kanë humbur krijuesin? A kanë gjetur diçka? Ari ku të kje shef. Sundo e botën sa të duesh. Banu i pasur, i fuqishëm, me ushtri, me ekonomi, me çka të duesh. Ama ti e ka humbur krijuesin. Ti se din tamam kush e ka kriju tokën e qiellin dhe njeriun. Pa ka humbur diçka i muslimani që e ka gjetë krijuesin. 5 fare nuk i intereson. Unë thot jom lidh me Allahun subhanahu wa taala dhe tjerat mu nuk më intereson. Me ka që përfundoj ligjeratën e parë. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Vëllezër, na ka ardhur një kërkesë